إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات إلى آخر الآية. أما بعد فلندريمة ذا الأذريمة إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamat i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, me qenë se jemi edhe më tej në ditët e haxhit, në ditët e kryerjes së këtij obligimi madhor, ditë të cilat shumë musliman anë kanë botës ja kanë mësy me vizitu qabën e shejt për ta madhru Allahun Azza wa Jall dhe për ta kry kushtin e pestë me radhë të fesë së Zotit Xhellahu Ala. Nuk ka obligim në Islam që është bo pa ndonjë arsye. Nuk ka obligim në Islam që është bo hajt shkeleshko. Çdo obligim me të cilën e ka obliguar me te Allahu Azza wa Jall ka sekrete, ka urësi të veçanta, të cilat sekrete dhe urësi disa në ka zbulu Zoti përmes dietarëve tanë, e disa prej tyre i kalon sekret në vetën e tij, që të na bëjë neve ma vigjilent, edhe kurrështar, që të studiojmë edhe më shumë, që të duam këto obligime edhe më shumë, dhe të respektojmë gjërat të cilat Allahu ka kërkuar respekt për to. Sekreti dhe urësia e parë e kryerjes së haxhit është se kryerja e haxhit na mëson neve që kjo dunja është ditë të caktuara, ditë të numëruara. Përkundër që mujtë e haxhit janë mujtë të caktuar. Përkundër që këto ditët e Dhulhijhes janë të numëruara dhe nuk janë shumë, na japin me kuptu që mazi punët e mire pas kanë një fillim dhe një mbarim, qashtu dunjaja e ka fillimin dhe mbarimin e saj, qashtu java e ka fillimin dhe mbarimin e saj, qashtu dita, ashtu viti dhe kështu më radhë. Për të arsye Allah tha, li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat. E kemi bu obligim haxhi, thot Zoti, që muslimanët dhe muslimanët prej anë kanë botës të vizitojnë vendet e shejta edhe ta përmendin në Allahun në ditë të numruara, në ditë të caktuara. E këto ditë numrume janë ditët e haxhit dhe të muajit dhe ditët e para të këtij muaji të cilin jemi muaji Dhulhijhe. Sekreti i dytë që sa herë e kryjnë muslimanët haxhin, që sa herë na vjen koha e haxhit, ky sekret na tregon, ky veprim na tregon një sekret dhe fshëtsi tjetër, se gjithë muslimanët haxhilerët e veshin ihramin e bardhë, nuk guxojnë me vesh çorape, nuk guxojnë me vesh këmisha të qepura, të gjithë janë pa rrobe, Allah ju nderoft, vetëm me një pëlhur, me një ihram, një poshtë belit dhe një mbite. Kjo na tregon që barazia në haxh del shesh, dhe sa herë që vjen haxhi, na kujton neve që duhet jemi unik, të jemi bashk, të jemi të një fjale. Ka mundësi me pas mendime ndryshe. Mirë, po këto mendime ndryshe nuk guxojnë neve që me na përshoh dhe me na largu zemrat dhe trupat tonë. Për të arsye, haxhi na ka tregu që Islami thret në një parim vllazëror, innamal mu'minuna ikhwa, me vërtet besimtarët
janë vëllezër, edhe princi atje, edhe mbreti gjigant, kur vjene koha, nëse ka bo një jetë me shku në hax, nuk ka mundësi me vesh teshat veçanta, nuk ka mundësi mu dallu pi haxhilerëve tjerë, i bardhi, i ziu, i kuqi, i sareti, fukaraja, pasaniki, mbreti, a i cili runë delet, Allah ju nderof, të gjithë janë të barabartë, me teshat njëjta, edhe me teshat të cilat i ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Që të thotë Zoti kërkon prej neve që t'jemi të tillë. Sekreti dhe fshehësia e tretë e kryes së haxhit, me qenë se jemi me teshat njëjta në haxh, me qenë se nuk pas ka dallime, jemi vëllezër, mirë po ka dallime brendësi të njeriu të haxhiut. Jo të gjithë që ju vesh me ihram, jo të gjithë që kanë bën jetë me shku në haxh, kthehen me haxh pranum, apo janë njerëz adekuat që meritojnë me shku në haxh. Për atë arsye tha pejgamberi sa nuk ka dallim mes arabit dhe arabit, mes të bardhit dhe të ziut. Dallimi i vetëm është takvaja, është devotshmëria. Andaj të gjithë janë me pëlhura të bardha, mirë po jo të gjithë janë me zemra të bardha dhe të pastra. Tha Zoti xhallahu ala, inna akramakum inda Allahi atqakum, me të vërtet më i miri pi njerëzve është ai i cili është me zemër më të pastër, më i devotshëm në raport me Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu prej sekreteve edhe fshesive të kryerjes së haxhit është se haxhi na kujton ahiretin edhe na kujton vdekjen. Dikush mundet me thonë, çka ka lidhja nga haxhi me vdekjen? Ka lidhje dy aspekte. Aspekti i parë, të nderuar vëllezër, Algjiu, a i cili e bën një jetë me kry haxhin, s'pari hym banjo, i zhvesh robet, e paston trupin, merr abdes, e vesh ihramin, parfimoset, edhe merr rrugtimin, me shku në haxh, me ju përgjigj ftesës së Allahut Azza wa Jall, lebejke Allahumma lebejk, të përgjigjem ti o Zoti jam të përgjigjem. Andaj qështu edhe na, kur na vdes një vllai joni, çka bojmë? E zhveshim, e pastrojmë, e parfimosmi, ja veshmi qefinin e bardh, e varrosmi për ta përcjell drejt Allahut Azza wa Jall, sa më pastër, sa më me erë parfymi. Gjithashtu, haxhi na kujton ahiretin, na kujton në momenti kur haxhilerët nisën nga hoteli i Mekës për të shkuar në Arafat, me emocione, duke thonë telbien, me krenari të madhe, me zemër të mbushur me iman, me përmallim ndaj Zotit xhallahu ala, nisën në orët e vona të natës dhe mbrin para sabahit haxhilerët në fushën e Arafatit. Aqa nuk ka komoditet, është fush që ka ta kthejsh kokën, ki me pa njerëz me pëlhura të bardha, ka ta kthejsh kokën, ki me pa se cile ka gajlën e vetë, se cile ka dertin e vetë. Qashtu është edhe kiameti, kur Allahu ka më na qit në mahsher, në një tokë të veçantë, kemi për të ringjallur nga varret, se cili ka me këshyr dertin e vetë, se cili e ka hallin e vetë, a i bërtet, nana ka me ikë pi fëmijës, baba ka me ikë pi evladit, shoku ka me ikë pi shokus, nga sa është ditë e madhe, qashtu që ishtu buen haxhit në Arafat, qashtu Allahu ka me i të bu njerëzit, ditën kur të dalin para Zotit, në një tokë të veçantë, në një tokë të mahsherit. Gjithashtu prej sekreteve edhe fshehësive që sa herë vjen haxhi, ne hap me kuptu që sa herë që e qelmi rrjetet sociale, e shohmi një koleg hoxh, e shohmi një haxhi, ju përshëndes nga Çabja me një vëlla musliman marokan, ju përshëndes me një indonezian, me një afrikan, për të na treguar që haxhi është edhe një moment, edhe një shans për të njohur njerëz, për të njohur kultura të ndryshme, të nacionaliteteve të ndryshme, të që gjitha kultura dhe këto nacionalitete i ka thirrur një za. Ajo është zoni Allahut Azza wa Jall, që Allahu i ka thirrur me kry haxhin, ata ju kanë përgjigj me gjuhë të ndryshme, me ngjyrë të ndryshme, me nacionalitet të ndryshëm, për ta shuar një vend, një parim. Ajo është lartësimi i Allahut dhe madhrimi i parimeve që i ka madhruar Allahu Azza wa Jall. Fa Zoti xhallahu ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. O ju njerëz, Allahu Azza wa Jall ju ka kriju nga një mashkull dhe një femër. وجعلناكم شعوبا وقبائل, ju kemi bu popuj edhe fise, لتعارفوا, që të njiheni mes veti. Haxhi është shans për të njohur me tregtar të ndryshëm, me ide, me tradita të ndryshme, të cilat vijnë nga nacionalitetet të ndryshme, por që e kanë besimin e njëjtë, pra besimin në Allahun Azza wa Jall. Haxhi është një element prej sekreteve dhe fshëtsive të radhës, është që insani, muslimani, po mujka me ilon anash haramet, po mujka mos me fol keq, po mujka mos me bo keq, po mujka mos me mendu keq. I afrosh një haxhis edhe ja kallzon një muhabet për filanin, thot më falë se jom një hram, s'po du këtë ihramin e bardh me përdhos me zi, ta kry haxhin, qashtu në momentet kur je një hram, që shruash as fat mos me prej, as mjekrë mos me rregullu, as flok mos me hek, as me fol keq, as me debatu, se është moment i veçantë, është moment kur Allahu të shikon ty. Andaj pas ka shans njeriu për derisa 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë në haxh, po muj ka milon gjunohet, mundet edhe gjatë jetës së përditshme. Për të arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Ati që Allah ja ka bo farz me kry haxhin, edhe ka bo niyet me kry haxhin, le të rrije larg bashortës në haxh. E dyta, mos fole keq, edhe mos ta teproje me bo polemika. Nuk i shku në haxh mi kallzu filanit, çështu duhet, ashtu duhet. Unë e kom më mirë, ti e ki më mirë. Unë e di me bo me më mirë, ti s'di me bo me më mirë. E ki quj hiramin më nalt, unë e pak më poshtë. Jemi më i trash, jo ti më i holl. La ilaha illallah. S'kam vak më marr njerëzit me këshipun për shkak se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Ai cili e kryen haxhin për Allah, nuk i afrohet bashortës për aspektin intim, nuk polemizon, nuk shon, nuk ofendon, ai kthehet pi haxhit sikur në momentin kur ka dalë nga nëna e tij. Gjithashtu prej sekreteve edhe fshësive të haxhit që i kanë potencu dietarët musliman, është se haxhi na jep një mundësi që mu shkput pi kësaj bote, na jep një mundësi që mu vetmu me Zotin. Të nderuar xhamat, secili prej juve ka një dashamir, ka një dos në gurbet, dikush e ka dajën, dikush e ka nonën, dikush e ka babën, dikush vllavin, dikush një jaran, dikush këto, dikush gjalën e dajës. A keni pa, ai kur vjene, ku të thot po du më artë ti me pini kafe, thot jo po dalë mi vetë po rrim. Pse? Njeri ka nevoj me dostin që e don mu vetmu. 6 muaj se ki pa. E haxhia që ka bo njetë me shku në haxh, haxhia që për në me don takimin me Zotin, ai haxhi është përmallu për Allahun, edhe kur ti shofe momentet, vendet që i ka beku Zoti, ai e kujton Zotin xhallahu. Andaj haxhi është një element, moment që neve ne hap me kuptu që muslimani, haxhia shkëputet nga dunjaja përkohësisht për të lidhur me Allahun. Këtë mundesh me bo spaku njëherë për jetës tonde. Njëherë me lonë telefonin anash, njëherë me lonë bisedat anash, për pas nanës, babës dhe grujës. Oj nana, i një mirë, s'po ko vak me folë, shuzoj haxhin. Andaj qështu ka njerë duhet mu shkëput na. Qështu ka njerë duhet mi shuk telefonët, qështu ka njerë duhet mu izolu. Mi kallzu nefësit tonë që mujtësh me jetu edhe pa nonë, edhe pse e do shumë. Mujtësh me jetu edhe pa babë, edhe pse e do shumë. Mujtësh me jetu edhe pa gru, edhe pse e do. Pa burë, pa evlat, pa kolegë. Mirë po pa njës mujtësh me jetu, pa Allahun Azza wa Jall. Ngulite në kokën tonde, edhe në zemrën tonde, që pa Zotin xhallahu ala as mujtësh me jetu. E Allahu në ka bo këtë pyetje ty dhe mu para 1450 vjetëve. E lejsa Allahu bi kafin abde. A nuk i mjafton Zoti robit veta? Unë e kom problem për thiri filanin. A ju ki drejtu Zotit? Po jo a i filani. A nuk mjafton Zotja? Unë e kom një nevoj, një dert për ma kry. A ju ki drejtu njerë Zotit? Jo pa filani ma kryn. Allahu drejtoju. Zemra ati filani që për thirë telefon.
për ndihmë, mesazh për përkrahje. Ku është ajo zemër? Nduar të Zotit. Kush e ka krijuar atë insan? Allahu. Lutë Zotin se Allahu e bjen punën, e bin filanin që me ta trukit derën, me të përkrah instinktivisht edhe me të ndihmu pa vret ai ti ose pa ja kërku ti atij fare. Andaj kjo është haxhi, që ka sekrete shumëta, ka fshehësi shumëta. U munduam në këtë hutbë me ndihmën dhe me lenin Allahut me i shpalos bukuritë, sekretet, fshehësitë e haxhit për të treguar që Allahu asnjë obligim, as namaz, as haxh, as Ramazan, as zakat nuk e ka caktuar paushall, pa arsye, pa ursi. Andaj lutim Zotin që këto ursi të bëhen sebeb që ata që hala se kanë kryer haxhin të kthjellin, ta bojnë niyet që vitin e ardhshëm me shkun haxh, ta lutin Allahun që mos ja marr shpirtin Zoti pa vizitu Qabën edhe pa kryer këtë obligim të pesë të Islamit. O Allah i gjithdijshëm, ata që janë atje o Zot, mos ja ço mundin poshtë, mos ja ço djercat poshtë. Kujtoja atyve që ata i kanë lënë do musliman vendet e tyre që kanë nevojë për doat edhe për lutjet e tyre. O Allah mësoj atyve me shku edhe më kthy me hash të pranum, shëndosh dhe mirë, nësa neve që jemi këtu, mundsona me të adhuru edhe me të bind aso që e meriton ti. Mos harroni, ditën e martë është ditë e Arafatit, nga se kjo ditë është ditë e madhe dhe normalisht me agjërimin e kësaj dite Allahu na fal gjunahet e 2 viteve. Pra ditën e martë, një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultu wa sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.